Ideja e PR-it është me kriju diçka që ty e të rek vëmendjen e audiencës. Tash, për me të rek vëmendjen e audiencës, ti kemi përdor 1000 forma që më ardhë vëmendja të këte edhe ti më arrit me shit një produkt, me shit një shërbim, me shit një ide, cila do që është ajo. Këtë marketingu qëllim kryesore ka shitjen. Edhe për me arriti me bu një shitje, ti dush mi përdor krejt kanalet e komunikimit, krejt format e kreativës, që ajo audiencë më ardhë të ti edhe me marrë lajmin. Kove të fundit e tha edhe Shqipja që jemi në kohën e influencerave, të cilët po e bojnë një punë të madhe dhe kompanitë janë të i përdor jashtëzakonisht shumë. Na kemi influencera cilët në baza ditore postojnë për kompanitë të ndryshme. Do më thonë nëse sot poston për Lëriko, nesër për Oltin, të ditën tjetër poston për Shqipën. Do më thonë, influencerat e kanë një rritje të jashtëzakonshme në Kosovë. Tash sa është kjo rritje organike, ajo është një temë e cila na merr edhe në emision tjetër për me diskutu, por realisht marketing të rajshëm ka shumë kompani që promovojnë produkte cilat nuk janë të licencume, sidomos duhet me pas kujdes prej produkteve ushqimore, të cilat shiten online, prej kremave të ftyrës së trupit, cilat shiten online, shumica prej tyne nuk janë të licencume prej agjencionit veterinaris edhe ushqimit, kështu që janë disa prej produkteve cilat po shiten online e cilat nuk kanë kontrol të mirë edhe të madhe edhe njerëzit nuk e dinë se çka po blejnë. E në anën tjetër kemi me qindra me mira kompani shumë serioze, cilët komplet fokusin e shitjeve kanë transferu në platformat online, cilat do qofshin ato, e që janë platforma shumë të suksesshme për shitje. Kështu që marketing ka, mirë po ka shumë rëndësi se cilë platforma dhe kush i përdor. Po, i përmende influencerat, dështa si një biznes i ri në Kosovë, për shkak që një numër i madh i tyre duke i përdorur rrjetet sociale, mirë po sa mendon që ka gjatësi ky profesion i ri apo si ta quajmë ky mundësi që rrjetet sociale u kanë dhënë personave të famshëm, disa dhe jo fort të famshëm, mirë po që e përdorin veten për të bërë marketing për kompanitë i thënë më herët. Realisht puna influencerëve, një punë e tillë. Ka me pasje gjatësi, për shkak që sot në kohën që po jetojmë, për shkak të kohës që përmena më herët që nuk po kemi kohë për me shku në shitore, me pa produktet, me prek produktet, po kemi nevojë me na bind një Lërik, një Exxon, një Shqipe, një Ritvan, një Alp, Exxonëve që kemi një influencerë. Ama janë ofru opcionet që këthet, do me thonë, këthejnë kore, edhe kompanitë e kanë zhvillu proceset e brendshme, ti sot porosit tesha, s'pja përmeni emrin në cilën kompani porosit tesha, nëse s'pëlqen ti mund është gjitha mi këthy edhe ti këthejnë të hola, do më thonë kjo është një letësim për ty si klient. Mirë po edhe na, po kemi nevoj për shkak të kohës shkurtë që e kemi, po e kemi shumë të nevojshme me u bind për një personi për një XY të produktet. Sa i besojmë ne ati personi? Po për shembull, Exxona e boni pyetjen më herët, realisht s'ma boni mu, po më pedhoni përgjigje, për çka jeni influencu kohëve të fundit, për shembull unë jam influencu për me blej një esim. Pikërisht për rrjeteve sociale, prej s'pja përmendje emrin kompanisë, për shkak që u dakordum, prej nevojës që unë kisha në rrjetet sociale gjeta një kompani